që do thotë që përmes këtij partneriteti Shqipëria nuk do të ketë më asnjë dilemë për çfarëdo krize që vjen përpara në aspektin e rezervës strategjike. Kemi nisur një proces dialogu që na ka sjellë sot në firmosjen e këtij hapi të parë dhe në zyrtarizimin e procesit të krijimit të kompanisë. Kompania, siç e tha edhe administratori i ENI-t, është një risi, por nga ana tjetër, duke pasur parasysh që kemi nga njëra anë bazën shumë solide të vetë ENI-t dhe nga ana tjetër edhe dijen e ekipit drejtues të ENI-t, kompania ka mundësi që të bëhet një model i ri i qasjes ndaj tregut jo vetëm kombëtar, po dhe rajonal të hidrokarbureve. Dhe të jetë një tjetër kompani në vazhdin e atyre kompanive që ne po i krijojmë me pjesëmarrjen e shtetit shqiptar. Një kompani e cila fal dijes që do të sjellë në menaxhim ENI, do të jetë po ashtu aktive edhe në tregtinë ndërkombëtare të naftës.